Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin FD, 56 vjeç banues në Durrës, pasi dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte dhe si pasojë është përplasur me një automjet. Nga aksidenti pati vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës kapën shtetasin FA, 53 vjeç banues në Durrës, pasi dyshohet se më datë 24/11/2025 ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Pas konsultimit me prokurorin, për 53 vjeçarin filloi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale dhuna në familje. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit EK 38 vjeç dhe ASH 36 vjeçe, pasi dyshohet se mbanin fëmijët respektiv në kundërshtim me vendimet e gjykatës mbi kujdestarin. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Kavaj referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 13 vjeçar, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumerosh në banesën e shtetasit HT. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal shtetasin BL 18 vjeç dhe për ty të mitur të tjerë, pasi dyshohet se kanë qenë në dieni për vjedhjen dhe nuk kanë kallëzuar.